Edhe zoti Shahini Elbasani luan të dielën me Dinamo, si e shihni këtë përballje? Ndeshja e radhës që është me Dinamon, unë besoj që ekipi do reagoj fort dhe besoj që do fitoj. Ana psikologjike sa mund ndikoj tek skuadra? Ana psikologjike nuk besoj se do ndikoj shumë, se ato janë lojtarë profesionistë, nuk janë lojtarë edhe janë përgatitur për çdo lloj situate. Edhe besoj që do ta kalojnë me sukses edhe këtë ndeshje që i vjen ndeshja radhës. Përpos këtyre ndeshjeve të fundit, si e ke parë në tërësi kampionatin që ka zhvilluar Elbasani? Në tërësi kampionati ka qenë shumë pozitiv. Ekipi ka pas ecuri shumë të mirë. Sigurisht që kur lun shumë ndeshje në gjithë kampionatin mund të kesh dhe rezultate që nuk priten, po përgjithsisht ekipi është shumë i përgatitur dhe ka shpëraqit shumë mirë. Ka qenë në krah ekipeve të para, nuk i ka ndaqur nga fillimi. Përpo cila është këshilla juaj në këto momente vendimtare për skuadrën? Këshilla ime është të përqendrohen sa më shumë ke ndeshja dhe ta lënë ndeshjen që kaloj ta lënë mbrapa, dhe se ato kanë kapacitete për ta kaluar dhe ndeshjen me Dinamo me sukses. A keni besim që Elbasani mund ta fitojë titullin këtë sezon? Besoj që kam shumë besim që edhe mund ta fitojnë kampionatin. Thjesht duhet përqendrohen më shumë ke ndeshja që kanë përpara me Dinamo. Nuk është vendimtare se është ndeshja tjetër që kombinojnë të dyja bashkë. Besoj që kjo ndeshje duhet të reagojnë, dalim me rezultat pozitiv.